Në qytetin e Shkodrës u zhvillua kampionati kombëtar i mundjes së lirë në kujdesin e Federatës Shqiptare të Mundjes dhe presidentit Said Prizreni. Ekipi i mundjes së lirë i Kukësit në ndërtimin e trajnerit të përkushtuar Alit Cenaj arriti të renditet në vendin e tretë në nivel ekipor, duke përfaqësuar me dinjitet qytetin Berlindor. Pavarësisht të kushteve të vështira të stërvitjes, sportistët kuksian treguan shpirt gare dhe vullnet të fortë në tapet, duke dhënë maksimumin në çdo ndeshje. Trajneri Cenaj në një postim në rrjetet sociale falenderoi sportistët e tij për shpirtin luftarak, mundjen dhe djersën që kanë derdhur për të bërë krenar jo vetëm veten dhe familjet e tyre, por gjithë kuksianët. Në fund ai shpreh mirënjohje edhe për sponsorët që mbështeten aktivitetin Eduard Domni dhe Blerim Iseberi, duke theksuar se përkushtimi dhe bashkëpunimi janë çelësi i sukseseve të ardhshme të mundjes së kuksian, në bashkëpunim edhe me prindit e sportistëve. Ky sukses është një tjetër dëshmi e pasionit dhe përkushtimit që ekziston në sportin kuksian. Ekipi premton se do të vazhdojë punën me seriozitet për të arritur rezultate edhe më të larta në garat e ardhshme, ndërsa trajneri Cenaj thekson se ky është vetëm fillimi i një rruge që kërkon shumë punë, bashkim dhe dashuri për sportin.